Përshëndetje që ka kohë që s'kam gatuar peshk, kështu që sot do të keni një salmon delikates. Po e quaj ashtu se me të vërtet ashtu i ka dhe për bërësit. Këtu kam kokrat e mustardës, të cilat i gjeni në treg edhe të ne, mirë po në qoftë se nuk i gjeni atëherë me mustardë të zakonshme. Dhe kam ufullën nga fiku, që zakonisht kjo recetë përdoret bëhet me mjalt, mirë po unë do t'ja shtoj këtë bazë, pasi që e ka shijen shumë karakteristike dhe del edhe më delikates. Vaj ulliri, pak hudër pluhur, kryp, piper, kurse salmoni do t'a prej në copa pak më të vogla, mënyrë që të merë sa më tepër shijen e kësaj delikatese. Po filloj me majdanozin, duke prerë kështu sa më emt. Piper, krep, dhe pak hudhër pluhur. Përzihet mirë dhe me këtë mas do ta marinojmë salmonin. Vazhdoj me salmonin, të cilën do ta pres kështu rreth 1 cm. Vendosi kështu salmonin në këtë mënyrë, mbi letër kuzhine. E tash vjen kjo pjesa shumë e lezetshme, duke ja shtu kështu sipër. Për adhurust e shijeve delikates, ja ku e keni një recetë jashtëzakonisht të veçantë. Ka pëlqyer më tepër se me mjalt. Ja dhe salmoni as 15 minuta veç është gati dhe shikoni. E tash sa i përket servimit, me çfarë të doni. Unë zakonisht edhe me oriz të zi e servoj shumë, ose me perime diçka, kështu që zgjedhjen pyulla juve. Bashkë do takohemi nesër të dashurme që me një recetë të re të radhës. Ju vazhdoni të qëndroni pranë kanalit të Koalizionit deri nesër në po të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.